Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, kënaqësi. Po e nisim me këtë deklaratën e fundit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili tha se përbërja e kabinetit qeveritar Kurti 3 nuk do të jetë e njëjtë, dhe pastaj ajo që ndoshta ju intereson të gjithëve është edhe pyetja se kush kujt do t'ja zë vendin, dhe si e keni parë realisht, dhe a beson se do të ketë ndryshime rrënjësore, po them, ose ndryshime të thella në figurat që do të jenë pjesë e kabinetit të qeverisë? Po fillimisht mendoj që është mirë që do të ketë ndryshime, sepse formacioni qeveritar dhe qeverisë e kaluar, po edhe këtyre dy qeverive që kanë mbet në tentativë, nëse mund të them kështu, emrat ato kanë mos të madhe, kanë lënë shumë për të dëshiruar, kështu që pas kësaj fitorie plebiscitare, zoti Kurti i ka gjitha mundësitë që vërtet pa u shantazhue prej antarëve të koalicionit e tjerë, me i përzgjedhë vërtet njerëzit më të mirë, sepse mendoj që zoti Kurti është para një detyre të madhe, për herë të parë në historinë politike të Kosovës, një figurë si kë merr një përkraje kaq të madhe popullore, por kësaj shtohet që është mandati i dytë, i cili vërtet përpos ndryshimeve në veri, të cilat janë vërtet për çdo lavdat, në dikasteret tjera nuk është që ka pas arritje të mëdha, megjithatë elektorati ja fali një besim masiv. Dhe besoni se për shkak që nuk ka pasur arritje të mëdha në fushat e tjera, edhe është parë e nevojshme që të vijen në krye të dikastereve të ndryshme persona të tjerë? Sigurisht që në dikastere qeveritare, për funksionimin e tyre të mirë është shumë e rëndësi ai personi kryesor, i cili në një farë mënyrë e menaxhon këtë dikasterin, dhe mendoj që si rezultat i kësaj, si rezultat edhe i debateve publike, sepse dorën zemër zoti Kurti vazhdimisht ka qenë në presion publik, sepse ka pas vazhdimisht debate, ka pas vazhdimisht komente prej medjave, prej rrjeteve sociale, kundërshtarëve politik, që vërtet disa emra aty nuk është që e kanë kryer punën më së miri dhe kanë kërkuar ndrimin e tyre, që zakonisht ndodh në përqeveritë e ndryshme. Zoti Kurti nuk i ka ndruar asnjë prej tyre, i ka marrë ide në fund dhe pastaj historinë e kemi të qartë. Zoti Jakupi mendon se janë po të njëjtat arsye të cilat